Jeni faqet Big Brother edhe këshirë me qa ka thonë Alba, pse o dalë i shpis, edhe qa ka bërë së 4 orë të fundit. Dola sepse... Jeni faqet Big Brother edhe këshirë me qa ka thonë. Krejt ka mujt me po që një arsytim. Mirë po arsytimet e tina janë kund gabushme. Edhe kur e ka bo arsytimin, ky ma të keq që ka bo arsytimin se vetë gjestin që e ka bo. Qëtu ka pos gabim, se nuk ka... Këtë lojën e ti është të e luallu, du që tash. Edhe fjallët e tina janë të i përdor këtë banur. Mirë po këtë banur... Kush e feston shumë Valentinin me mu? Kush e feston shumë Valentinin me mu? Kush e feston? 4 makina. Okej, përshëndetje të nderuar miq. Assalamu alaikum, paqja qoftë mbi ju. Si jeni, si kaloni, si ju kam, si më keni? Mirë se na keni ardhur në këtë live timin të pa informuar, të pa njoftuar. Medina, faleminderit për kafën, për lulet, për zemrat. Hajde bani like, i kemi hapur të dy TikTokat, edhe këtë të vjetrin edhe të riun. Prandaj hajde gadal po kalojmë te i riu, sepse do të fillojmë ta mbyllim të vjetrin. Adi Berisha, mirë se na erdhët. Selami Limoni, faleminderit për lulet, për zemrat. Adë, faleminderit për lulet, mirë se na erdhët. Tash po duhet edhe këta mysafirët me TikTokun e ri edhe të vjetër me përshëndet. Hajde ju lutem bëni like, bëni share, do të flasim diçka të bukur të mirë. Pasi po na afrohet Ramazani, mos të përgatitemi vetëm me ushqim, me aje, me pastërti, me shtëpi, por të përgatitemi dal nga dal edhe me nga ana dhe aspekti shpirtëror. Mirë mbrëma, Ajla e nderuar, mirë se na erdhe. Ti ki 7 gra, a është arom ti as njësje i zoti me majt hele në më 7. Ajla, faleminderit për lulet, faleminderit të gjithve, mirë se na keni ardhë, paqja qoftë mbi ju, mirë mbrëma juaj. Hajde ju lutëm ju nga dal, ju që jeni të TikToku i vjetër, kaloni të TikToku i ri, i cili është me prapa vit kuqe, me një shamisit kaltërt, dhe quhet Iqbale Official. Nga dal dilni këndej, sepse këtë do ta mbyllim së shpejti, që t'ju kem kush dëshiron me na ndjek edhe te TikToku i ri, mirë se na vini. Te i vjetri jemi gati 99, te i riu jemi 50. Wow, te i vjetri 150. Kaloni në këtë pjesën tjetër te TikToku i ri, do të flasim, jahu, mirë se na erdhe të MG Mercedes, ene s'ki e burë, ene mene nuk po të kuptoj, burin e kom, sti qka po t'intereson buri bre zotni bre, ene. Pranoma Napoli Italia, do t'ju pranoj pa tjetër Panoli, por tani jemi të angazhuar pa. Përshëndetje, paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miq, në TikTokun e vjetër, jemi 116 veta, kaloni ju lutem së shpejti në TikTokun e ri, sepse TikToku i vjetër do të mbyllet përkohësisht.
Prandaj kush dëshiron të na ndjekni muaj Ramazan që do të kemi biseda shumë të mira, bashkëbisedime, ligjerata, jo vetëm për muaj Ramazan, po të lloj-llojshme. Prandaj mirë se na vini në TikTokun e ri. TikToku i ri pra është ky. Wow. Se besperok TikToku. Që. Ky pra është TikToku i ri, Iqbale, që këtu të shpeshihni, Iqbale Official. Ja, s'pa mundi me rak. Okej, të nderuar miq, kaloni tek TikToki i vjetër, tek TikToki i ri, nga i TikToku i vjetër në TikTokun e ri, sepse së shpejti do ta mbyllin këtë vjetrin dhe tani duhet kalojmë tek TikToku i ri. Jo, faleminderit, mirë se na keni ardhur. Sonte do të bisedojmë, do të bashkë bisedojmë me qëllim me hapa ma herët pasi nesër është ditë pune, andaj vendosa që sot të vazhdojmë me të bisedat e lira dhe një rreth Ramazanit që keni me pyet. Dhe mos të bëhemi ata të cilët vetëm i pastrojmë shtëpitë e mbushim kuzhinën me ushqime të ndryshme, por edhe duhet të pastrojmë edhe shpirtin ton, të parapërgatisim shpirtin ton dhe të jemi të gatshëm. Nazmi Kastrati, kush keni ndërmend me sha, me fy, me poshtru, ju lutem poshtroni edhe pak sepse kemi dëshirë me pastru TikTokat e tonë, kështu që në Ramazan të hymë vetëm me njerëzit e mirë, me miqtë e mi të mirë. Mirë se na keni ardhur të nderuar miq, anë mban botës kudo që jeni. Hello, I am not ready to play. Please, we are here in one. Okay, no, please. S'po di që shmi hek brekta. A servite ka advokat? Okej, të nderuar miq, ju që mendoni me sha, për shembull IB, unë jam shqiptare, nuk jam talibane, mund të shani, s'ka problem, që se kemi dëshirë sa ma shumë t'i pastrojmë TikTokat e mi. Tani jemi të TikTok i vjetër dhe TikTok i ri. Ju, miqtë e mi të dashur vëllezërit dhe motrat, ju njoftoj se TikToku i vjetër do të mbyllet përkohësisht dhe kush dëshiron mund të kaloj tek TikToku i ri, Iqbale Official. Iqbale Official. E mundemi këtu me vendos të TikToku i vjetër, mundemi me vendos, më duket se ka mundësi. Nen, faleminderit, Zoti ju shtoft, ju dhash të mirat. Më duket se mundi me qit backgroundin e TikTokit të vjetër në prapavi të librave dhe shpresojmë që tash do ta marrim dhe shpresojmë ta gjajmë shpejt. Një moment ju lutem. Po, më duket e gjeta.
Veç pak ju lutem, mirë se na keni ardhur të nderuar miq, kaloni në TikTokun e ri Iqballe Oficial. Okej. Sepse TikToku i vjetër, që ky që ku jam momentalisht, ky do të mbyllet dhe do të kalojmë në TikTokun e ri. Vetëm pak. Background. Ku me gjetë mëre zotat faqen të. Vetëm pak ju lutem. E kom bo një screenshot, bravo, that's it. Shumë faleminderit. Okej. Pra si që po e shihni të nderuar miq, ne jemi këtu në TikTokun e vjetër, por ju kisha lutur që të kaloni në TikTokun e ri, sepse TikToku i vjetër së shpejti do të mbyllet përkohësisht, 1 muj, 2 muj, dhe mund të kaloni në TikTokun e ri. Pra TikToku i ri është Iqballe OFF me 3 f-ja official. Ju mirëpresim në TikTokun e ri. Kërkoj falje, 3 kërkesa janë, po s'mund t'ju pranoj. Hysni Ademi, Helshanih, userin s'u ne pranoj, Helsanin s'u ne pranoj. Hajde Hysni Ademin po e pranoj masi ka emër. Edhe pastaj vazhdojmë te TikToku i ri. Aleikum selam zotri Hysni, vlla Hysni, si jeni, si kaloni? Faleminderit shumë për jush. S'ka gjë, mirë se na erdhë. Allah i të shpërbleft. Edhe Faleminderit. ke muj Ramazan se po na vjen. Amin. E presim pa durim. Inshallah zoti na pranon lutjet, na pranon agjërimet, na ruan familjet, shëndetin, na jep jetë, begati. Mirë se na vjen. Nga qenë ka ky qytet i bukur, pra Pavie e bukur, Zvicër, a? Pa, Sa bukur, sa bukur. kam kesh me të bëj pyetje. Urnoni nderuar, vetëm pak t'i njoftoj. Të nderuar miq, siç po e shihni në backgroundin tim, prapa meje është TikToku i ri, kështu që vetëm me zotri Hysni Ademin do të bashkëbisedojmë pak edhe pastaj do ta mbyllim, do të kalojmë tek TikToku i ri. Prandaj lirisht mundeni edhe tash të kaloni sepse e kam të hapur TikTokun e ri dhe mund të më ndiqni nga TikToku i ri. Po zotri Hysni, urnoni. Motër, muslimane, unë e kam bëj një jetë për hir të Allahut. Unë jam 43 vjeç. Mashallah, zot. Kam bëj një jetë për hir të Allahut me nimu 2 jetiman. Mashallah, shumë bukur. Për muajin Ramazan. Jo, e kam bëj për tanë jetën. Mi unë aty në 2 fëmijëve, deri në ditën e të vdekjes. Me qenë, do me thënë, mu kujdes për ta, edhe për shkollimin, edhe për mirëmbajtjen, edhe për gjitha. Wow! Pa, janë, unë e kam lanë jetën teme pa u martu, jam kundërshtu 2 në fëmijëve, 2, njani nuk ka gojë s'flet. Sa mirë, e keni ndihmu. Deshta me të bëj këtë pyetje. Të lumt, zoti ka me të shpërbly, se ndonjëherë edhe fëmiu jo biologjik është shumë ai nevojshëm për juve se sa vetë fëmiu. A kam bëj këtë gjë, a hinë gjëna, a bëj nej gjëna i këtë gjë, Jo. se kam lanë, edhe kam deshi këtë pyetje me bë. Po? Se unë, a ka ditë të gjuma, këse unë çdo gjuman falë në 5 vakte, edhe të tjerësh i fali 5 vakte. Mashallah. Sepse Allahu na ka dhënë sy, na ka dhënë gjitha. Unë nuk shkoj me makinë të xhamia, po shkoj në kam se Allahu mi ka falë kam të mia më shku. Bravo. Sevap. Shumë mençur, të lumt. Edhe unë e kam bëj këtë njetë, ato fëmijët janë maj, nuk janë vajzël,
Po, Njani është 35 vjeç, tjetri është 30 vjeç. shumë bukur. Edhe dy fëmijës nuk ka pos kush mi unë i gati, edhe unë e ka marrë këtë gjë për hir të Allahut me ne, sikur po kon baba i vet. Shumë bukur, shumë bukur. Ju zaten jeni baba i tymve. Jo biologjik, po mendoj, ama kjo është një vepër shumë fisnike, edhe mirë po normal që duhet pasur kujdese, ndonjëherë mund të devijojnë nëse e teprojmë me ndihma, mund të bëhen dembel e tjera, mirë po me u kujdes, unë i kam 10 fëmijë këtu në Prishtinë. Unë punoj vet, edhe rrogën teme ju kushtoj aty në fëmijëve. Ani shumë bukur, sa ata që kanë bajagi të rritur, po si do qoftë mirë është. Ata nuk punojnë, njani nuk ka gujë. A, nuk mundet, po a mundet me punu tjera sende? Ja, nuk mundet me punu. Okej. Shumë bukur, se unë Edhe tjetri nuk mundet. atë dytë janë pa mundur, sepse unë i kam 10 fëmijë këtu në Prishtinë, edhe çdo muaj ja paguaj kursin deri në 50 euro, kurset e gjuhëve, kurset e mësimit plotësues që janë pak më dopt, matematike etj, sportet, do me thënë deri në 50 euro ja paguaj pra harxhimet për shkollim, sepse na duhet mi zhvillu ata që ata nesër me u rrit, edhe ata vetë me u kujdes për familje tjera. Të gjithë janë jetim, që nuk kanë, ose non, shumica nuk e kanë babën, edhe gjithashtu ja jap nga 20 euro në muaj, pra 50 kurset ja paguaj, edhe 20 në muaj ja jap këtyre fëmijëve për harxhimet e vogla, për ndonjë hamburger që shkojnë në shkollë etj. Unë i këtë edhe shkurt po asish ma ban halal se po zjas, desha me të bëj pyetje, i këtë se e kam ba, a kam hinqin akun? Jo, nuk është gjyna, ti ke hinë se vap. Mirë po, mirë është nëse ata e kanë bikqyrin e shtetit, a janë Kosovë, në Shqipni, a ku janë ata fëmijët, ata të djemë? Të janë Zvicër to. Po, ata që janë Zvicër, që ato dashta me thonë, ata të ju kujdesën shteti, sociali etj. Mirë po, edhe kushteti kujdeset, por nuk kujdeset që kur robi mi po me sy. Po, vetëm është shumë e rëndësi me mundë që ju me kriju njerëz për ndihmës juj, pra si rasti janë, ja pagujmë shkollimin, nesër mas nesër ata bëhen mjek, bëhen ku ta di unë inxhinier sende, dhe ata kur nuk e harojnë. Ato dy janë autista. Aha, mirë është, po shteti i ndihmon, po na kemi shumë familjar që fëmijët nuk kanë as pare me shku në shkollë, as nuk kanë veshje, as nuk kanë libra. Për ata arsye unë nuk po them që jetu bo gjëna, jetu bo mirë shumë, mirë po, ma e mira e të mirës është, sidomos ju që jeni në Zvicër se kujdeset shteti për ta, ma e mira e të mirës është mere numrin tem 044 509 200, që dikush e ta shkruan, ju lutem kush mundet se unë s'po di që me shkrujt këtu, edhe mundesh nëse don, në me thonë në muaj, këtu kujdesemi, na i kemi 10 familje, për një jetim shkon 100 euro, po normal 30 euro në kemi ndonjëherë organizojmë diçka me i shëtit etj. Pra 70 euro shkojnë për fëmijën, e 30 euro për harxhimet e administratës, edhe për ushqim, për shëtitje etj. Një fëmijë 100 euro është një mujore, por ata fëmijët ne ju raportojmë çka kanë arrit, ku kanë pas ngecje, kështu që nesër mas nesër ata ndoshta bëhen mjek, edhe kemi nevojë për ndihmën e tyre. Bëhen ekonomist, faktikisht na e kemi se vapin që i kemi shkolluar ata fëmijë. Është mendimi jem, kështu që 044 509 200 ose më shkruani në inbox, edhe do të jemi në kontakt. Faleminderit shumë që ishit, të nderuar miq, po kalojmë te TikToku i ri. TikToku i ri është Iqballe Oficial. Faleminderit shumë. Ska gjoj nderuar Hysni,
Zotin nderoft. Selam aleikum. Aleikum selam. Kur vinim në Prishtinë, mundemi të bisedojmë nëse jeni të interesuar për këta fëmijë jetim. Natën e mirë nderuar. Të nderuar miqë, selam aleikum, paqja e Zotit qoftë mbi ju, mbi familjet e juja. Kurset e ignorancës arabe, jo zotri, kurset në për kurset e Kosovës në për Prishtinë e tjera, kurset e gjuhës angleze, gjermane, mësim plotësim, super kokolada, ajde shkote nëna jote që të fjalë thuja se s'pas ka dhënë tërbije. Okej, Shari, selam, nuk është keq me thonë be vlla, pse vlla nuk takon me thonë, por çka keni ndërmend mu shani, ju lutem, sepse po na vjen Ramazani dhe duhet sa më shumë t'i hekim këta gojflliqurit e të tjerë të cilët shajnë, fyejnë, poshtrojnë, dhe të mbesim vetëm na më të mirët që jemi. Prandaj të nderuar miq të TikTokut vjetër, shikonin për mbi kokën time, jo ju, po këta këndej, e keni Ikbale oficial me Shamit Kaltert dhe me Prapavit Kuqe, ju lutem na ndiqni këndej, sepse gjatë muajit Ramazan do të kemi shumë bisedat mira, pyetje, bashkëbisedime, ndoshta edhe program televiziv, por së shpejti do ta kuptoni. Prandaj do të jemi live çdo natë. Në muajin Ramazan, Selvia aleikum selam. Faton raki, s'kemi na këtu raki. Ajde. Ta bëjni mute ti, se nduket po dush diçka tjetër ti, po lyp një blok, po si do qoftë. Hajde se zatën kom e mbyll këtë TikTokën e vjetër. Lomotit edhe pakën që se kemi lomotit, sepse dëshirojmë sa më shumë t'i largojmë, t'i bëjmë blok njerëzve të këqij, gojflliqur, sepse po na vjen Ramazani dhe duhet të kemi punë vetëm me njerëzit e mirë që nuk na shajnë selam aleikum, që nuk na shajnë islamin, që nuk na shajnë njeve si krijesa të Zotit. Ne mund të jemi mund të mos jemi të mirë apo të ngritur, aleikum selam, mirë po nuk kemi nevojë të na shanë dikush tjetër. A me falë Allahu se pi alkohol me shoqën. Fatjon Lazri, a më falë Allahu se piva alkohol me të shoqën. Po pa tjetër të falë Allahu është shumë i mëshirshëm, por ti njëherë duhet me kuptu pse Zoti e ka ndalu rreptësisht alkoholin, dhe pastaj duhet të pendohesh, me folë për pejgamberin Lut. Prizreni, do të flasim inshallah, do të pendohesh normal, kur pendohesh normal që Allahu ka mes. Të nderuar miq, në TikTokun e ri jemi 136 veta. Ju lutem, ju që jeni këtu 80 mysafir, tani po kaloj unë vetëm po mirë me TikTokun e ri, se s'po mundem me komente më marrë edhe tek TikToku i vjetër, por po ju lo hapur TikTokun e vjetër dhe po ju pres me 130 veta në TikTokun e ri. Motor Ikbala bën me folë për pejgamberin Lut. Shiko, në islam, nëse na nuk i besojmë të gjithë të dërguarve të Zotit, si kurse Lutit, Nuhës, Musës, profetit Muhammed, Jezusit, atër na e kemi një mungesë të bazamentit të fesë islame. Kështu që Luti a.s. nëse e komentojmë nga aspekti kuranor, është një ndër profetet shumë të ngritur, shumë me moral, së bashku me vajzat e tia. Mirë po nëse e komentojmë nga ana biblike, Luti është gjithashtu një dërguar i Zotit, por në momentin kur Zoti i tha Lutit alayhi salam, paqja qoftë mbi ta, që të largohet nga qyteti i tij, sepse Zoti ishte hidhëruar shumë nga
njerëzit e lutit pasuesit jo, po ata që nuk i besonin lutit si profet, sepse ata ishin homoseksual, madje edhe gruaja e lutit dhe gra tjera i ndihmonin këtyre homoseksualëve, jo vetëm me këtë degenerim gjinor, por i ndihmonin edhe për punë të këqija. Prandaj Zoti gjithmonë kur bën termete, kur bën dukuri natyrore, kjo do të thotë se ka arritur hidhërimi i Zotit. Ju lutem të nderuar miq, ju që jeni te TikToku i vjetër, që tani keni ardhur se gjithmonë po rritet numri, ju lutem nëse dëshironi të na ndiqni, kaloni te TikToku i ri, siç e keni këtu në Ballin, Iqbale Oficial me 3 f-ja, dhe do të na ndiqni një muaj Ramazan. Po ju ndjeki unë, mirë po kaloni te TikToku i ri. Tek TikToku i ri, a peshe burri që shëmbjer qaj, se edhe ky po don me fitu se va. Kështu që i nderuar për Izremi, luti falenderit, lumë shëndu. Sheqer, a i ke qitë? Nuk kom qitë. Bravo. Jo, zotin arrujt. Sepse sheqeri është jep fuqi qelizave kancerogene në për trup. Largone sheqerin, keni me pa një 10 ditë e keni me pas problem, sepse e kërkon trupi, po pastaj e keni me pa sa lehtë ndiheni, sa mirë, sa shëndetshëm, edhe frymëmarrjen e keni më të mirë, edhe qarkullimin e gjakut e të gjithave. Prandaj Prizreni, nëse shikojmë në Bibel, shkruhet se vajzat e lutit kur kanë emigruar, kur janë shpërngul nga ai qytet në një qytet tjetër, aty thuhet se kinses pas ka pas mashkuj, po mashkuj ka pas sa të duash, sepse luti a.s. nuk është të shpërngul vetëm me vajzat e tij, po me gjithë besimtarët që i kanë besu lutit a.s. sepse Zoti i thot, o lut, largoju nga ky vend se do ta ndëshkoj, do ta dënoj, do ta bëj një katastrofë, dhe kështu që i ka gjuajtur me gur të si gacat nga qielli. Dhe kur shkuan simas Biblës, jo simas Kuranit, simas Biblës thuhet se këto vajzat e veta kinses pas ka pas meshkuj, edhe tash u pas ka deshtë me u shumëzu ajo sualja, ajo familja e lutit, e kinses pas ka ekzistu asnjë meshku, dhe ato e kanë dehur babain e tyre dhe kanë flejt me to. Çdo natë, çdo njëra prej tyre, bab e bia kanë flejt. Kanë bo pra marrëdhënie intime, dhe pastaj simas kësaj ne njerëzit kemi ardhur prej incesit familjar. Por kjo është gënjeshtër, faleminderit Luani, gënjeshtër jo e Biblës origjinal, po e Biblës së shkruar, sepse na kur nuk duhet të bazohemi në libra tjerë, pasi që Kurani është libri i fundit, dhe se Kurani është libër udhëzimi, libër e historisë së popujve të mëparshëm, për të marrë shembull nga historiografia e tyre. Prandaj kjo ishte një bisede shkurt lidhur me Nuhin a.s. Ju faleminderit, juve TikToki i vjetër, kaloni në TikTokun e ri, sepse këtu më keni. TikToku i ri ime është Iqbale Oficial. Ju mirë presim këndej. Okej. Prandaj është, po na vjen edhe muaj Ramazan, dhe duhet të përgatitemi shpirtnisht, sepse në shtëpitë tona një koqir nuk jemi na Zoti i shtëpisë, por Zoti thot është Ramazani i imi, unë jam një koqir i Ramazanit, do me thonë Zoti i shtëpisë në shtëpitë tona, dhe unë thot do t'ju jap dhurata, do t'i dhuroj gjatë muajit Ramazan të gjitha atyre të cilët më presin mirë. Prandaj është adet, gjyshet e tona, nënat e tona, edhe sot para se me hy Ramazani duhet të pastrohen, të përgatiten xhamit, sepse është në pyetje një muaj i Ramazanit, pra 28, 29
najherë qëllon edhe 30 ditë. Prandaj të dashur miq, përveç pastërtisë, zonja të nderuara, përveç pastërtisë që e bani në shtëpia tuaja, përveç përgatitjes së kuzhinës me aparate të reja nëse ju kanë prish shporetat e tjerë dhe përveç përgatitjes së frizave me ushqim, me mish e tjera, numër 1 është shumë e rëndësishme edhe ta përgatisim shpirtin ton, jo vetëm shtëpinë, sepse muaji i Ramazanit nuk duhet menaxhet në befasi. Erdhi Ramazani, po duhet me u lodh, me u raskapit, me u përgatit shpirtënisht për natën e parë të syfyrit. Prandaj Hasan, nëse Hasan, ju lutem, na kemi me hyrë Ramazan, nuk kemi nevojë kërkush me na vlerësu, okay? Mundesh me shku te ata që kanë lidhje për Islam. E kështu pra të nderuar miq, po na afrohet Ramazani dhe Allahu ka folur për Ramazanin në Kur'an. Iba, ajde Iba, shkote nëna jote, shkote shejtan të tu, se na këtu s'kemi shejtan. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم. Fjala Allahu të lartësuar është e vërtetuar. Faleminderit vejim, Zotit ashtot. Të nderuar miq, ju lutem, mos shani, ose çka keni ndërmend me shani ma shpejt, edhe mos na prishni disponimin, prandaj ju këndova këtë lutje, këtë sure të Kuranit që të ju largoj Zoti të këqijat nga ju, mos të flisni fjalë të ndryshme, Toni shko në kish, thua i këto dikuj tjetër, se mu jo, Toni, hajde. Dihet, dashnorja nuk mundet më kanë gruaja jote i nderuar. Ajo mundet më kanë paradite jotja mas dite tjetër kujt. Dashnoret e fshehta janë përmendur në Kur'an. Ajde, e'udhu billahi, Berisha, Berisha, ajde. Blok e keni, ju që shani, e keni blok, sepse po dojmë me pastru për muajin Ramazan. Faleminderit Rosalinda, qëre bre gracat mira janë. Edhe burrat janë këtu të mirë, po prej thojt, okej, unë, ajde shkote nëna jote, thojt që ato, se thojt nuk i presune, se burri jemi ka dëshirë, edhe nuk ka nevoj mi prej, sepse thojt dihet për çka janë me përdor, edhe nuk janë qashtë mdhaja. Hajde ju lutum, kaloni, faleminderit ju tiktokerat që jeni në këtu tiktokun e vjetër, faleminderit që kaloni në tiktokun e ri. A zhyrma me majtë ham dashnore. Gashi, ham gru, hem dashnore, ham gru, mos po të bëjnë zarar, se ta e shkatron familjen, sepse e dyta është kurvëri, a e para është ndershmëri. Kështu që ata që miren me kurvëri, Zoti 3 sende ja merr shëndetin, ja merr pasunin, kadal, edhe ja merr lumturin, sepse qofse humbët lumturia, qofse nuk e ke majt familjen deri në moshën 40 vjeçare, si duhet, mas 40-ave
kime qenë si një qenë në shtëpinë tënde, sepse fëmija e majnë mend qësh e ke hidhru nonën, qësh e ke nënçmu, po dela, he ti qka e bon 2 herë në dita, mos je dashuru. E nëse gruja së mjafton, i merë 2 gra, zotni. Ose kontrollon ma mirë vetën tënde, se në ti veç për që ato sende nëse mendon, s'kemi shka me të bo. Edhe kafsha i bën që ato punë, po burri mirë, e bën që gruaja me i mjaftu edhe me i tepru. A burri keq, atë shumë e ofendon, e poshtron, e ull, e rreh ndoshta edhe grujen, si e fjalë të mira, nuk e këshyr mirë, normal që ajo grue nuk e don, dhe pastaj ty nuk të mjafton. Faleminderit user. Po lumë kush nuk ka dashnore. Dashnoret janë në Kuran janë të mallkuara. Ato të sjellin fukarallëk, sëmundje dhe ta hup lumturinë në shtëpi, në shoqni, ta merr fytyrën, sepse dashnoret nuk kanë status. Ato mundën më kanë sabaj jotja mas dite e dikuj tjetër, se nuk e lidh kur gjë me ty. Ajo në momentin kur gjen ma mirë, ty ta bën bye-bye. A gruja nuk ta bën. Nuk lejohet, po nëse ka nevoj, deri në 4 mundën me marrë. Mos pyetni me ma për gra, se këto janë edhe zosht e malit e din. Okej, masi qenë ka Eduard Simoni ndoshta i krishter, në fen islame, edhe në fen krishtere mirë, po në kohrat e lashta, ka qenë e leju me zdi sa, ma shumë poligamia në Bibël është e lejuar, ndërka që në Kuran gjithashtu është e lejuar, por nuk është urdhër 4 gra, por thot ma mirë për juve 1. Ju lutëm ju TikTok-i vjetër kaloni në TikTok-un e ri, pra Iqbale Oficial. Ju falenderoj për zemërsisht që po më ndiqni, Zoti ju ndero. Të nderuar miq, po na afrohet muaji Ramazan, të përgatisim së bashku njëherë shtëpit, xhamit, nëse keni xhami në mahallën e juaj, së paku s'keni mundësi me shku me pastru, me regullu, s'paku dërgoni ndonjë demostos, ndonjë një 5 euro, një 10 euro, dërgoni në për xhamia, sepse aty do të bëhet adhurimi i Zotit në muajin Ramazan, aty do të jetë prezent Zoti mas shumti në muajin Ramazan, dhe është një traditë profetike që në muajin Ramazan të pastrohen, para hyrjes e Ramazanit të pastrohen xhamit, vendet ku falen me xhamat, shtëpitë tona, si dhe me rëndësia më e madhe të fillojmë ta pastrojmë shpirtin ton, nëse nuk flasim me dikon, jemi dhërushëm të fillojmë me fol me to, nëse nuk do na 1 herë, 2 herë, 3 herë i folja, ja cingron me telefon, i thu për hajër qoftë Ramazani, në qoftë se ai nuk ta kthen, nuk ta qel, atëherë ti gjunahi nuk është i joti. Sfis nuk i nevoj me fol, po qësh me bo une këtu të ky TikTok i vjetër, qësh me bo me i nalë që to mesazhet s'po dijune. Ku me shku? Koment. Jo. S'po di qësh me shku. Ju lutëm kaloni të TikTok-u i ri, sepse dal nga dal do të mbyllim TikTok-un e vjetër ku jam këtu momentalisht, e TikTok-u i ri do të hapet. Tu jemi gati 140 veta, pra pa perdeve jemi shumë. Hajde të TikTok-u i ri, bëni like, veç kujdes, syzat po mi theni. Pra, bëni like,
Qysh mi hek bre këtu? Po e mbyll. S'po di qysh me i hek këtu komentet o zoti ma. Hajde te TikTok i ri, bëni like ju lutem, kemi pyetje përgjigje. Po ti thonë zonja mëndëm, jo, nuk kom thonë është ki gabimi keni shpik ju ka thonë hoxha ju Irfan Saliu. Unë s'kom thonë. Jene s'kom thonë block unwanted comments. Go to keyboard tips. Tips, hajta këshim që tu. Rreth flamurit të përbashkuar me një qëllim e një pse merdi që kjo himna nesër e kemi ditën e pavarësisë, gëzimin e madh të Kosovës, të rilindjes së Kosovës. Ju uroj të gjithëve, pritni prej pak që tu po du mi hek që të komentet, o zoti mas, po di habe të regoni dikush me marrë o kry, aje dhe njëherë në që se pyt që to, mjërane. Okej, Margetaj, go to Margetaj, ajde, ju që ka shkeni ndërmend me shani sa ma shumë t'ju heki, sepse po du me hi me miqët e mi të zemrës, të shpirtit. Në Ramazan po du me hy, a jenë 2 telefona, po, tigar, jam 2 telefona, Arabien mos e prek, sa atje e kom profetin Muhammed, mos ma shaj se të qoj ku duhet, hajde po ta bëj ty blok, pse ma ke shajt Arabin, okej? Hajde blok shko. Keni kujdes të lutëm, ju lutëm miqët e mi të nderuar, ju që jeni të mirë, ju përshëndes nga Prishtina, ju tjere që po shani edhe pak sa të mundeni, sepse po du me ju pastru pakës. O low comment, not a low comment, bravo. Okej, te TikToku i vjetër i kom nalë komentet, tash jam ma e koncentrume te TikToku i ri. Ju te TikToku i vjetër, ju lutem kaloni te TikToku i ri. Treguj Regensburg, po, për që ato kom hymi tregu. Mos tanin, a palidhje nuk flasun e palidhje. Faleminderit Remi, Zotit respektoft. Fetarët duhet me hyn TikTok. Bash fetarët duhet me hyn TikTok. Kurani apo hadithet, kush janë më të rëndësishme, të dyjat? Pas Kuranit vjen hadithi. Jeta profetike, tradita profetike, sepse pa Kuran, pa hadith, pa komentim, nuk mundesh ti me kuptu Kuranin, sepse Kurani kuptohet si përfatsisht edhe thellësisht. Por duhet me pas kujdes nga hadithet. Luan Krasniqi, unë jam hoxhanesh, e kam kry medresen edhe jam mësuese e Kuranit, teologe, nuk jam e diplomuar, por jam islamologe, do me thënë, a e mbylle. Po e mbylla tigrat e zi, falenderit i nderuar. E kështu të nderuar miq, jam islamologe pra. Krasimin nuk bon. Regensburg, më duket ju po përsërit një copy-paste, po unë ja bona mute, jo blok. Kristian, aleikum selam vllai nderuar, mashallah. Tu zgjat jeta edhe ty gjithashtu. Mirë se na erdha, a ki lexu Kur'anin? Po. Bismillahirrahmanirrahim. E diplomuar zotëria po zonja. Mësuese e Kur'anit. Muzika po u desht me hy. Ishkan shumë mirë të kishëm hy unë aty. është gjenneti, shpërblimi i Allahut. është gjenneti, begati i Allahut. Gjenneti.
Gjeneti, gjeneti, ata që besuan dhe veprat mira bën, do të shpërblehen tek Allahu me t'lartin e gjennet. Kush Zotit ju friksua, e psheti ndaloj, gjeneti do të jetë vendit i gjithmon. Kush Zotit ju friksua, e psheti ndaloj, gjeneti do të jetë vendit i gjithmon. Është gjeneti, shpërblimi i Allahut. Aleikum selam, shpëtim zotërio. Nuk na vjen mare me dalë në TikTok, sepse kur gjos po bëjmë diçka mare, po ilahi e mirë. As po dridhemi, as po shdridhemi, as po zbulohemi, as nuk po hakerohemi. Me moj, ata që s'kan respekt në pyetjet e tyre, nuk kanë përgjegje. Respekt, moj, oj, moj, ato shkoni thoni të shtalla e lopëve. Po, pa tjetër, veç moment tigrat. Ad moderator. Okej, të nderuar miq, normal po flas, po bre Luan be, po be Luan, po s'kish ka me ba bre, njerëzit s'kuptojnë. Desha mju kështu për mju tregu diçka për osa bukur, TikToku i vjetër, 5-17 veta, metëm prej 100 e kusur vetave, do me thonë që keni kalu në TikTokin e ri ku është rrit numri, me të madhe. Ju falenderoj për zemërsisht. Të dashur miq, unë kam vendos ose përmes televizionit, ose përmes kësaj dhomës time, studios time, bibliotekës time të dashur, ku e kam një shpirt, një pjesë të shpirtit tim, gjatë 30 ditëve netve të Ramazanit do të kemi ligjerata live, çdo natë nga ora 9-10, ndoshta deri në syfyr. Për ata që punojnë, për ata që nuk kanë punë, për ata që kanë punë, në ndjekin deri në 12, mjafton. Pra do të mbajmë biseda ligjerata interesante. Çka sonte për temë? Për temë sonte kemi vetëm pak kështu para një përgatitje se si duhet të përgatitemi për Ramazan. Dhe pa humbur kohë, faleminderit miq të nderuar që na ndiqni, prapë u bënën të TikToku i vjetër, na erdhën miq të tjerë, patjetër më duhet ju njoftoj, ju lutem që se dëshironi ligjeratat e mia dhe të më ndiqni, kaloni te TikToku i ri dhe bëjani follow. Bëjani follow sepse gjatë muajit Ramazan do të jemi vetëm me TikTokun e ri. Kështu që kush dëshiron të na ndjek, jeni të mirë se ardhur. O tigër bre, o tigrat e shqiptaris, faleminderit, faleminderit. A ekziston xhehenemi? Po normal që ekziston edhe xhehenemi, edhe xheneti. Gjani, ko, mos me thoj e prishe ka ushim. Mac, ajde. Ajde. Pse u kriju xhenemi? Është krijimi i Zotit. Do të flasim ekstra. Përshëndetje. Selam Andrea, aleikum selam. Vllai dashur apo motër. Është haram me majt mac? Jo, nuk është haram. Bile është, nëse ka nevojë dikush, ka dëshirë me pas ndonjë kafshë shtëpiake në shtëpi, mund ta ketë pa pikë problemi, sepse profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, ka thënë që kur pronari i jep ushqim
macës së tij, ajo lutet për pronarin. Qëre sa macën e bukur e kam, qësh i kemi sytë, gati si të njojta. Gjoni, që shumë kjo më donë mu. Kjo shumë donë mu. E tash unë e kam e ligjeru. Oj, du ndo, jesh no shumë po anë, mos ha shumë. Kam e qitë une me hec pakës, kemi me hec bashk. O, shpirt i vogël. Po, kemi me hec nda bashk. Bashk kemi me hec. Që qëfar macet bukur e kam une. Gjani, pëse nuk ti me mu, pëse s'po kesh ishti? Që kur së më gërvish, i më ledhë thojt edhe nuk më gërvish. Po faleminderit, emrin e ka Gjani, edhe ju që jeni këtu 22 veta, që kjo është maqa ime dashur. Okej, të nderuar miq, ajde zemër, ajde ti apo shkon te Luani ati, ajde te Luani, mere Luani macën, ajde. Shikoni si duhet pregaditemi për Ramazan, si që thash unë veç me fjalë shkurta, faleminderit për macën e bukur, mashallah. Me zbulu ftyrën para ekranit, a lejohet, normal që lejohet, sepse na me qëtë ftyrë po dalim edhe jashtë. Peqja nuk ekziston në islam, por në traditën arabe. Në asnjë verset kuranor nuk shkruhet që duhet me mlu peqen. Me qitë ftyrën peqja apo burka që e thënë. Ja, ti tutesh prej macave për arsye se ndoshta janë këto macat e rrugës, të cilat nuk kanë as vakcinim, nuk janë as të ushtruara që ta bëjnë nevojë. Për shembull që 2 muaj e kam gati, asnjëherë nuk ka urinu, as nuk e ka bën nevojën e madhe përveç se në banjo. Edhe ndonjëherë si jemi mësuar gjithmonë mbyllim derën e banjës, mirë pa jo, kur ti vjen nevoja shkon te banjo, te dera edhe gërvish deri sa t'ja hap, mja ullon. Kështu që nuk bën më tut, po normal është pak obligim. Me majt macën edhe pastërtin në shtëpi, por falë Zotit, këta e kam shumë pastër. Atë mërkurën atë etën, tash duhet me këqyrë si mas vaktive, se ndonjëherë lujnë ditët, për shkak hanës, dikush thot jo të etën, dikush të etën unë e di që do të hym në Ramazan agjërushëm. Me të 19-in, mi po duhet me këqyrë kur e thon këta Bashkia Islame e Kosovës. Me mbajt qenë në obor të shtëpisë nuk është haram, nuk është ndaluar, vetëm në shtëpi nuk bën, sepse çdo gjë e qenit është pa pastërti. Prandaj edhe delën kur e prejm, e marrim lëkurën e delës, e bëjmë postaçi apo e bëjmë setër, jakne, etj. Ndërka lëkurën e qenit kërkush nuk e merr për kur gjë. Edhe ato ligat e qenit janë pa pastërti, kurse si nuk bën me i majt në për shtëpia. Është 30 ditë. Zakonisht Kristian domi nuk është saktuar as në Kur'an sa ditë, po mbaret prej muajit, do me thonë prej hanës, ana është jomul sheki, thënë, dita e dyshimt. Tash dikush e fillon ma herët, dikush e fillon pak ma vonë një ditë andej këndej lunë, edhe zakonisht nuk është 30 ditë, po ka me thonë 30, ndodhë që janë 29 ditë. Kelmendi, mirë se na erdhe vllajnë dulua, faleminderit. Asë që pedishe kur ja fillon, okej, qaq po di une, kërkoj falje. Faleminderit Kristian. Kështu pra, shumë njerëz përgatiten për Ramazan, si që thash, përgatisin ju që nuk ishit, edhe njerë mirë se na keni ardhur, përgatiten duke mbush frizin, frigoriferin,
me ushqime që ka me ardhë Ramazani, me frije se ndoshta do të mund të agjerojmë si duhet gjatë ditës, e duhet me hangër ma shumë se sa çka kemi hangër. Kështu që Kelmendi vetëm pak sa ta mbaroj qëtë ligjeratën, pastaj u pranoj për pyetje përgjigje. Kështu që përgatitja për muajin Ramazan edhe 2-3 ditë kemi, duhet, faleminderit vëlla, duhet mu përgatit jo vetëm me pastërti, mu duhet përgatitën nëse keni xhami afër, është obligim nga ana jush, nëse nuk mundesh me shku me gruan me pastru o borin mrenda xhamin, ato tespitet me i rregullu, nëse janë këput naj tespit, naj send, faleminderit, me shku me i marrë ato tespitet, me pyet hoxhën normal, mos harxho Kelmendi, dhe mi fut me një kese edhe me shku te shtëpia, mi rregullu ato tespitet me penjen, ma të shëndosh, ma të ri, nëse duhet me i pastru xhamat, pastërtin, nëse nuk ki mundësi me shku me pastru, atëherë mundesh me ble që si parfima erëna të bukura që vendosen në xhami, nëse je naj pasanik i madh, i vogël, shko vendosi në xhami jonja do parfima që një herë në muj, mundesh me pagu për 1 vjet për shembull muajin Ramazan, edhe aty ja bjera i servisi i qesin parfima të ndryshme për me i ardhë aroma e mirë ati vendit ku jetojmë, sepse edhe shtëpia najherë e merr një dum të rëndë, prandaj duhet mundesh me bë këtë mirë që me aporosit parfimat e ndryshëm brenda në xhami, ose përmes servisit, ose me i ble ato sprejat e ndryshëm që janë, kryesore diçka me kontribu për xhamin, edhe gjithashtu edhe për shtëpinë tuaj. Pra, përveç xhamis, duhet të pastrojmë shtëpinë, duhet të pastrojmë para shtëpisë, e pse ky pastrim? Për arsye se Allahu ka thënë, unë jam një koqir që pres mysafir në muajin e Ramazanit. Pra, kur na vinë mysafir, çka bëjmë? Ngritemi të gjithë ngritemi për ta pastru shtëpinë, vetëm pakës që të pyetjen ta shkruaj, hajm urme, pse hajm urme? Veç ta shkruaj pyetjen. Ndej ta japë në fund për zgjedhjen. Po, dhe gjithashtu jo vetëm ta pastrojmë kuzhinën e ta mbushim me ushqime, por duhet paraprakisht të përgatitemi të xhejmë sejadet, t'i lajmë sejadet për muajin Ramazan, edhe pse ndoshta i ke la para 2 jave, po duhet patjetër t'i lajmë, t'i parfimosim me aromat e ndryshme, tishat e namazit gjithashtu t'i përgatisim, të përgatisim gjithashtu librin të cilin kemi me lexu gjatë muajit Ramazan. Kurani ka 35 ditë, Kurani ka 30 gjyze, se po ma lyp këtu këtë puzzlën, mirë po kemi met këtu shumë pak veta, 10 veta të TikTok i vjetër, veç pak ju lutëm. Pse bres për merë këtë puzzlën që duhet? Shqyr. Ju lutëm kaloni të TikToku i ri, sepse këtu jemi duke fol, duke bisedu, edhe mundeni me mpa. Pra, si që thash ku e la me kunam veti, ma i vatani e mirë. Pra, gjatë muajit Ramazan, Zoti ka thënë që unë jam një koqir dhe kur dalim prej Ramazanit në ditën e namazit të Bajramit, Zoti ka me na vullos të gjitha ato veprat e mira që i kemi bërë gjatë një muaji në Ramazan. Prandaj gjithashtu thot unë, ju jeni mysafirët e mi dhe unë do t'ju jap dhurata. E dyta, fjala e Zotit është Kurani, dhe se Kurani ka 30 pjesë. Nëse mendojmë që 30 ditë do të na kap Ramazani, edhe pse mund të kap ndonjëherë shumë të në rastave 29 ditë, po e ndajmë në një gjysmë, në 30 ditë, pra t'i lexojmë gjatë muajit Ramazan
të bëjmë ndryshime dhe të marrim Kuranin në gjuhën shqipe, pasi atë gjuhë e dim më mirë, dhe ta lexojmë nga 10 flet, jo faqe, po 10 flet, edhe aty shkruan gjyzi i parë, gjyzi i dytë, pjesa e parë, pjesa e dytë. Gjatë muajit Ramazan, nëse arrini me lexu komplet Kuranin, ju keni me pa që shumë versete kuranore kanë më fol direkt për juve dhe keni me pas shumë ndryshime në shpirtin e juaj, kam ju ndriçu mendja dhe normal aty ku keni paqartësi, jo vetëm ta lexoni si libër leximi, po aty ku keni paqartësi, merrni anash, bëni shënime të ndryshme dhe gjatë ditës ose në mbrëmje në live-in tim mund të pyesni si çka ka dash Zoti me thënë me këtë verset kuranor, gjithashtu mund të pyesni edhe në ChatGPT, falë Zotit që sot e kemi, por ju kisha preferu që çdo gjë që ka pyetni thoni sipas Ehli Beitit, sepse Ehli Beiti është familja e profetit dhe se mësimet burimore vinë nga Ehli Beiti. Valon miku, ku je a je mirë. Kështu që ju preferoj, kur të pyetni diçka në ChatGPT, e shkruni për shembull ma komento këtë ëndër sipas Ehli Beitit. Dhe keni me pa çfarë komentimi kam ju dhënë, keni mu fascionu. Prandaj sepse inteligjenca artificiale ndonjëherë ajo ju jep përgjigjen sipas pyetjes që e bani, por ju Linda do ta jap përgjigjen Sara do ta jap përgjigjen mirë, po s'ka shansa unë me fol për Ramazanin, po kemi shumë pyetje përgjigje. Po do të flasim kemi 30 ditë. Prandaj këto deshta më thënë që të lexoni gjatë Ramazanit të lexoni Kuranin në gjuhën amtare, çfarë gjuhë e keni të nanës që e kuptoni më së miri. Dhe se kjo është një pasi që Allahin e kemi neve që na pret një koqir dhe keni me pa se sa ma ndryshe keni me pa këtë jetën, por versetet që nuk i kuptoni ju lutëm ato nënvizoni anash, merrni një fletore, një laps, Zoti u ka betu në laps, wal kalem, diçka që kur ti, falënderit fisni, kur ti diçka betohësh pasha Allahun, kjo do me thonë që diçka është tepër e mirë, tepër e shenjtë për ty, tepër me vlerë. Prandaj edhe Zoti u ka betu në lapsin. Prandaj po ju them lirisht në tekstet ku janë në gjuhën shqipe, nuk është mëkat nëse nënvizoni anash e bëni ka një pyetje, ose për shembull keni diçka interesante. Unë për shembull i kam inicialet e mia. Kur flet për gruan unë e bëj vetëm G, kur flet diçka për etikën, për sjelljet, si duhet mu sjell, e bëj anash S, e në fund të librit e kam shkruajt këto inicialet se harrohen, për shembull V viz vepro, S sjellje, G gruaja, P politik. I shkruni anash gjithmonë në fund të librit, unë e kështu pra i shkruaj, në mënyrë që kur më duhet diçka interesante, atëherë që marr e shfletoj, ose në këtë mënyrë, për shembull, faqja, që kjo libri është që jam duke lexuar momentalisht, e kam ka fundi, manuali i mendimit pozitiv, dhe unë zakonisht përshikoni i shënoni këtu, i shënoni shënimet e juja, nuk është të marrë me shgallavit librin për me mbajt në mend diçka, mirë po që sa bukur mund ta shpjegojmë edhe që të mësimin është tepër i mirë, po kemi shumë pyetje. Dhe në fund të librit ju preferoj që ta shkruni për shembull faqja 24, kopshti, mendje, lule, pem. Mandej, këtu ngritu, bënu aktiv, faqja 26, faqja 35, mendimet negative,
që shmi largu mendimet negative. Po ti për mos me shfletu komplet librin, e praktikon pra kështu në këtë mënyrë. Faleminderit Bigi. Pra e praktikon në këtë mënyrë. Edhe herdo kur do ti ndoshta keme vdek normal, këtë kemi me vdek, mirë po kur e merë motra jote, djali jote, vajza jote, thot, ua, babi, qka i pas ka lanë për shtypje që kjo faqja 26, thot, hajde dhe unë ta marrë ta lexoj, kështu që ti kime pas gjithmonë sevapin në botën tjetër. Prandaj të nderuar miq, e vendosni, bëjeni niyetin që gjatë muajit Ramazan ti lexoni 10 faqe, flet, më falni, 10 flet, do me thënë 20 faqe. Kurani ndahet në 30 pjesë, tamam në ditën e Bajramit e mbyllni Kuranin edhe e keni lexu Kuranin, sepse ka njerëz që kanë lexu me 10-20 libra, po kur i thu, a e ke lexu Kuranin? Vetëm i ngrejnë shpatullat edhe nuk e kanë lexu. Nuk ja vlen, nëse je i krishter, nuk ja vlen ti lexon libra tjerë, asnjë përveç abetarës, përveç librave shkollore që i ki obligative. Mirë po, jashtë librave obligative, nuk ja vlen ti me lexu libra tjerë, faleminderit Bigu mos argjo vllajim. Nuk ja vlen ti me lexu libra tjerë pa e lexu Biblën, pa e lexu Kuranin. Nëse je musliman, mos shko me lexu Biblën pa e lexu Kuranin. Nëse je i krishter, mundesh me lexu Biblën, po me njëherë mas asaj e lexon edhe Kuranin. E pastaj librat e tjerë, sepse librat që i shkruajnë njerëzit nuk ka atë shumë vlerë. Po libri i Zotit është libri hynor, është sikurse një manual. A veshini ky libër është manuali i mendimit pozitiv. Njerëzit kanë probleme dhe nuk din si me menaxhu veten me mendime negative. Mendimi negativ aq bën e humb njeriun sa që, siç kanë thënë ndryshet e tona, e ndjell e keqja, e ndjell të keqen. Tu mendu keq, bëhet pesimist, edhe një ditë e humb shpresën, edhe e ndjell të keqen për veten, për shoqërinë, për familjen e tjera. Prandaj të nderuar miq, ju preferoj që për përgatitjen, masi tema e sotshme është si të përgatitemi për Ramazan, Oco, ajde të nona jote, ty ta bëj edhe blok se nuk kemi dëshirë na këtu me na lshu bakterje. Prandaj të nderuar miq, ju preferoj t'ja filloni me lexu Kuranin, e qova në Republikën e Serbisë e ke qua, apo? Bravo! Në Republikën e Serbisë qoj krejt që ata qka shajnë, veç pak ta marrë Kuranin, mos u kesh tiger. Mos u kesh tiger. Kur kahet me drejse, kur pas notat si asile. Qatë nivel të marri, veç ka posezohet, edhe vetëm Fatima Halilovic, në Kalanish, në shkullë, në sultan vjerë, së mëndi me dinë si përsan, ka të kutan, edhe në njësa shokë, kër nga lojë, në veç atyra në këmi, ajo, se Halilovic, asë në këllë në vjerë. Dermina Zerë, Shosha, me një këmë këtu, baba e më sta. Sa shumë, që shtate, të shkon në Kuran, të shkon të historisë islam, të shkon në kajnë, ka problem. A ma në gjumën sëpë, s'ko fërra s'kita ta. Ata në vërëndi dhe ope në ka qëta, në hardë në kohë, hecë, morë më ta, ta jusku për në gjanë, drejtoreshës të institutit FETA, në shkollë. Edhe ma murë ma
s'ka dert. I kam shokët e mi. Na falnja, pak se mua bit me burrin. Po flas për qëtë Kuranin kur ma ka pas ble baba jem, para 40 viteve, 15 vjeqare, 18 vjeqare jem ka. Para 40 viteve ma ka pas ble qëtë Kuran. Edhe kur ma nuk e kam. Pra kështu. Edhe kam një kujtim interesant për djalit tem, Rahmet Liut, kështu tu nejt, aje ka shkrujt emrin e vetë, Ahmet. Kështu me bukur shkrim. Në përshihni sa interesant. Ndoshta nga ona ju i duket ndryshe. Duket këtu mund që edhe me ndreq miror, duket. Hajta shta kësyri? Po, valla, që e bona me miro, Ahmet. Okej. Që për shembull, kështu e keni Kuranin, edhe lirisht në këtë pjesën ku është arabisht, kjo pjesa, arabisht ku është, kjo, këtu mundesh me prek, po vetëm me abdes. Ndërkaq në këtë pjesën tjetër, mundesh me prek me abdes, pa abdes, nuk ka problem. Por a përshikoni këtu anash. Shikoni anash. Do me thënë lirisht, gjatë leximit Kuranit muajin Ramazan, i merrni edhe shënoni edhe i lexoni nga 10 flet. Gjithsej i ka Kurani 300 flet, ndani nga 10 flet, nga 10 faqe, sa bukur. Ju të edhe bëjnë gjithsej 300 faqe. Ju të TikTok-ut vjetër kaloni të TikTok-u i ri Iqbal official edhe mos harroni me na bë like. Follow. Okej. Ai po shkojmë pak më nalt për pyetjeve. Këto janë para përgatitjet, veç i kemi të regu, e mandej ma vonë për mënyrën, jo vetëm për agjërimin, po do të kemi shumë gjana interesante që do të flasim, me tematika interesante, por gjithmonë duhet pas parasysh se Allahu, kur e përmend diçka në Kuran, ajo ka domethënie shumë. Kur duhet me dal i nushëm? Unë e di që duhet me dal me datën 19 të ejten. Shejt Sadik Rufai, po, i nderuar, a bën me dit, aleikum selam, a bën me dit kush është bërë shahid në muajin Ramazan. Në muajin Ramazan ka ra shahid, pra ka ndru jetë Imam Aliu në natën e 19 të muajit Ramazan, ku fillon edhe nata e Lejletul Kadrit, pra ai është plagos në qafë, duke falë namaz në xhamin, brenda në xhamin e tij. Ndërkaq në natën e 21 ka dhënë shpirt Imam Aliu dhe madje varri i tij, kufoma e tij është varrosur fshehur azi, për arsye se i ka pas armiqtë vet Muaviun, i cili ka organizu vrasjen e Imam Aliut, dhe madje atë ditë kur ka vdek, kur ka ndru jetë, Imam Aliu ka ndru edhe një person tjetër i atij vendit, kështu që Imam Aliun e kanë varros në fshehtësi, dhe vonë nuk e kanë ditë ku gjendet varri i tij. Mirë po një ditë për arsye se përveç që e kanë myt, ata s'kan dashtë pra
me ngrit tyrbe, mauzole, sepse e kanë bërë një vepër armiqësore ndaj tij. Dhe thuhet se çush e kanë gjetë varrin e Imam Aliut sot në Negjev, në Irak, jo në Iran, po në Irak, sepse në Irak janë arab. Thuhet se 2 drenusha të vogla kanë vrapu, kanë hik prej këtij gjuetarit, më falni. Ai gjuetari ka vrapu mas drenushave të vogla për me, sepse ka dasht me i plagos edhe me i pre edhe me i hangër, pra për ushqim, me i gjujt pra gjahtari. Dhe kur thuhet se këto 2 drenusha të vogla kishin shku afër varrit, atë vendit në realitet ku është dhëros Imam Aliu, në mënyrë të fshehtë, mos me pa. Step papi shumë mirë ke pyet, po e maj gishtin që mos me mhi kjo pyetja. Edhe këto 2 drenushat e vogla shkojnë afër varrit të Imam Aliut, edhe aty nuk i shpon shigjet, ai bëhet si një buroje, si një parzmore, edhe kështu njerëzit pastaj e kuptojnë simas thonjeve, për shembull gjyshi jem ka thonë që në qëtë vendu ka varros Imam Aliu etj. Dhe aty pastaj e kanë kriju varrin, tyrben që është në Irak sot. Gratë që mlohen, a duhet me studiu, tani pastaj me mbulu. Shiko, jo me studiu sa duhet ato me pas edukatën e mirë. Mbulesa nuk është me mbulu flokët, po mbulesa është me mbulu gojen, me mbulu syt, me mbulu veshët, mos me dëgju fjalë thashethanme, të ndryshme, muzikë degeneruese, se muzikë normale me instrumente, që me fjalë të mira, si që ka muzikët qytetare, apo muzika kjo tjetra ilahie, muzikë Kurani, se dhe vetë Kurani ka një melodi, është si muzika, pra duhet njëherë ajo me përgadit vetën për me hyrë mbulesë, sepse mbulesa nuk është obligative për ato të cilat nuk kanë, faleminderit Valon, të cilat nuk kanë njohuri për fjalën e Zotit. Zoti po të kish dasht, Zoti kish thënë, nuk kish thënë sefte për herë të parë, ikre, lexo, po kish thënë mbulohu, hijabin e kish përmend, që i bjerë pra që Zoti neve na obligon pra të lexojmë, të studiojmë. Prandaj po them që gjatë muajit Ramazan mos lexoni libra tjerë nëse nuk e keni lexu Kuranin spaku një herë në jetë, që me pas ka me tregu para Zotit. Prandaj vajzat të cilat dëshirojnë më mbulu, mos ta marrin mbulesën si një stil mode, sepse ajo nuk ka ndonjë shpërblim të madh, si rasti i Hatit, e cila vetëm e ka ngjyros trupin e saj, sepse nëse ti i vesh teshat, rrobat e ngjitme për trupi, edhe qet shamin, ajo nuk është mbulesa e devotshmërisë, po ajo është një stil mode, një lloj stil mode që ndoshta me një vend po vlerësohet, e tjera. Por paraprakisht, para se të vëm mbulesën, na duhet ta zhvillojmë veten tonë personalisht, zhvillim personal, zhvillim shpirtëror, të marrim të studiojmë për fjalën e Zotit, plus asaj, nëse ti punon në ndonjë vend ku kishte me të rreziku puna jote, Zoti ty, edhe nëse nuk mbulohesh, Zoti ty ta fal, sepse ti për shembull je shkollu. Unë 3 qikat vllaut i kam që kanë kry shkollën, fakultetin për mësuese, dhe nuk mundën me hy në asnjë shkollë, sepse ligji i Kosovës me qenë mësuese me punu, edhe pse ka kry shkollën me 9 dhe 10, mirë po ligji kushtetuta e Kosovës, në fakt
ajo udhëzimi administrativ që nuk është as pjesë e kushtetutës, po është një pjesë shtesë që është vendos në kohën e Hashim Thaqit. Ky udhëzimi administrativ faktikisht për shkak se na muslimanët jemi kështu pak të buta, nuk na intereson çaq shumë feja, veç feja në realitet, edhe na heshtim, edhe ky udhëzim administrativ e ka marrë forcën më të madhe se sa të ligjit. Prandaj, nëse ty të rrezikohet vendi i punës, mirë po e ki shumë me dëshirë mbulesën, edhe ti nuk ke me mund me hynë punë që ose donë me u bë mësuse edhe me qitë shamin, po mund është ti mu konë për shembull doktoresh edhe me pas shamin është shumë kollaj, shumë alet, ose kontabiliste mund është me qenë edhe me pas shamin është shumë alet, sepse ai shefi që të merë për kontabilitetin mja majt, ai ka bes të shamia jote, të namazi jote, edhe ai klienti që vjen të një doktoresh, ai me shami, edhe ai bile ka shumë respekt edhe bes të një doktoresh me shami, se e din që nuk ja rrit diagnozën për me qunë në spitalet private e tjera, ndërkaq për mësuese nuk po bajka në Kosovë me punu qikat zonjat gratë me shamia, nuk po bajkan me punu sepse udhëzimi administrativ na qenë ka më i fortë se sa ligji i kushtetutës së Kosovës. Kjo është një padrejtësi për të cilën unë me vite të tëra kam folur, mirë po është edhe neglizhenca e burrave musliman, e baballarëve musliman, të cilët kanë me dhonë përgjegjësitë e Zotit, që nuk i kanë ndihmu grave tyre, motrave të tyre, bijave të tyre dhe nonave të tyre, që nuk i kanë ndihmu që me ngrit zonin kundër kësaj padrejtësie. Prandaj motër e nderuar, ti mundesh me qitë shamin, po unë të preferoj mos e lakmoni këtë shamin stilit modës, por merrni, lexoni, studioni, shamia është e fundit, por nuk do me thonë që nëse se ke shamin, je e pandershme, je e pamoralshme, apo nuk je besimtare. Nuk mund ta masim na besimin tonë, nëse për shembull Rushdia Beido, Rushdia nuk e ka shamin, e unë e kam shamin, e tash unë jam ma besimtare se Rushdia. Jo, shamia nuk ta mat besimin, nuk ka peshore për me ta mat ty besimin. Por, nëse ti veç e don mbulesën atë shumë, ti mundesh më vesh njësoj sikur se une, gjatë e gjanë, edhe mbyllët deri te qafa, le të shihet vetëm koka, edhe durt, kur gjë tjetër. Pra, na kemi lloj mënyra si me vendos mbulesën. Pra, nëse nuk mundësh shamin me vendos, atëre vendos vetëm vishësh mirë, gjan e gjatë, jo holl e ngusht, nuk ban holl edhe ngusht, sepse vizatohet trupi, kur gjë s'ke bo, s'ke qitë shamin atër, kështu që vishësh gjan e gjatë, edhe se nuk e ki shamin, Zoti ka me ta numru kinë se i ki shamin, sepse qëllimi jot është që ti përmes atij profesionit që ke kry, mund me kontribu edhe për familjen edhe për shoqërinë. Kështu që kjo ishte përgjegjja ime, besoj se ju ka pëlqyer. Mirë po, edhe ato të rejat që i mbajnë aleikum selam simpatike, ato të rejat që i mbajnë shamijat në atë mënyrë, do me thonë si model, prapë dyqysh e kanë një lloj mbrojtje, sepse me shami, edhe nëse vishët ngusht, ajo me qatë shami nuk mundet me shku në disko klube, me qatë shami ajo nuk mundet me u zhvesh me hindeti, me qatë shami edhe qatë veshje simpatike, moderne, ajo nuk mundet me shku në përvendet ku janë të ndaluara, e tjera, kështu që nuk mund t'i akuzojmë edhe ato vajzat të cilat e kanë veshjen moderne, islame, me shami në kokë, sepse thash Zoti që ato të vedisohen sa më parë, që së paku mos t'i veshin ato ngjyrat tërheqëse,
sepse Hazreti Fatimetu Zehra, bia e profetit Muhammed, gjithmonë në shtëpi i ka veshur ngjyrat, rrobat me ngjyra të dhesta, sidomos për burrin e saj, ndërka që në shoqëri ajo i ka vesh rrobat me ngjyra të zeza, sa më pak me ju vizatu trupi i vajzës Fatimetu Zehra, selamullahi alejha, bijes së profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij. Prandaj urnoni iPhone mund të pyesni, kërkoj falje se USA po mban toka njerëz shumë të mirë. Falenderoj Zotin që jemi të këtill. Falenderojmë Zotin që ai neve na gjykon. iPhone, po mund të pyesni, te TikToku i vjetër, po ju kthehem tani kemi ra nga 120 në 19. Ju lutëm, e keni këtu në ballin Iqbale oficial me 3 f-ja, kaloni në TikTokun e ri, ju mirë pres, sepse TikToku i vjetër do të jetë së shpejti në stagnim për shkaqet e mia subjektive. Prandaj mirë se na vini dhe bëni like, bëni follow, sa ma shumë, le të informohen njerëzit, do shta kanë diçka me pyet për vete, për një shoqe, për nonën, për vllaun, për problemet që keni në familje, mos hezitoni, mund t'i shkruani edhe në WhatsApp timin që unë e kam të hapur këtu. WhatsAppi im është plus 383, pra e dini hyrjen 44 509 200, që unë tash me njëherë po e hapi. Ju që keni probleme, që s'doni me shfaq këtu një pyetje, prandaj mund të më shkruani në WhatsApp, s'keni nevoja se emrin as mbiemrin, kjo met anonime, numri juaj nuk regjistrohet në telefonin tem, vetëm pyetjen mund ta shënoni, nuk keni nevojë me tregu emrin mbiemrin, por edhe juve që doni me pyet për dikon tjetër, për motrën, për vllaun, për shoqen, e ata ndoshta nuk kanë TikTok, ju lutem mos hezitoni, shkruani sepse pyetja është çelësi i diturisë. Hajde derisa të na vinë ndonjë pyetje interesant, edhe pse i kalova disa pyetje. Amir po e plotson, respekt edhe për ty Remi. Mund ta shkruani dikush këtu numrin se s'po e di si me shkrujt këtu, s'po kam ide. Ju lutem, te TikTok i vjetër po prisni 4 persona jeni duke